Këtë 8 mars, me thirrjen revoltohu motor, vajza dhe gra në Tiranë po protestojnë kundër pabarazisë, dhunës dhe vrasjes. 53% e grave në Shqipëri kanë përjetuar të paktën një formë dhune gjatë jetës së tyre. Ndërsa në vetëm 3 vitet e fundit janë regjistruar 15.000 raste të dhunës në familje. Ndërkohë, janë vrarë 32 vajza dhe gra. Si bëjmë za dhe e honë grave të Rjollit e të Durrësit. Të cilët janë duke luftu kundër forcave grabitçare të pushtetit e të kapitalit, për komunitetet që mbrojnë burimet tona natyrore, nga Zallgjoçaj deri në Kurdari, nga Vjosa, në Sazan, Zvërnec e Nart, në Mat e Fushbibër, për gazetarët që rezistojnë intimidimeve dhe pushimeve nga puna për të vërtetën, për takatin shpirtëror të aktivistëve e aktivisteve që ju duhet me mbledh forcat për protesta çdo ditë, se çdo ditë ka një skandal. Erdhi një val emocionesh, zemërimi, nevojë për të eksploruar më shumë, për ta përmbysur botën e vogël në të cilën jetoja. Ti shpëtoja emërtimit e vajzës së mirë që më kufizonte edhe gjërat bazike, duke filluar nga lëvizja e lirë. Oraret me kontroll, të dalurat natën, mënyra se si vishem, si qëndroja përpara autoritetit dhe cili ishte roli im në familje e në mjedisin përreth. Fillova të rebelohem, edhe pse me hapa shumë të vegjël, pasi dhuna që din të ushtrojnë ndaj vajzave dhe presioni psikologjik ishin aq të forta, sa guxoja të ndërroja për liri duke pasur vazhdimisht hije në frikës që më ndishte nga pas. Duhet t'jesh gruaja e dikujt, mamaja e dikujt, motra e dikujt, duhet t'jesh punëtore në fabrikë dhe të kujtojnë vetëm për një maj, duhet gjithmonë t'jesh në një relacion me dikë tjetër apo brenda një kategorie të caktuar në mënyrë që ty të njihen të drejtat për të mbrojtur, për të pasur akses, për të pasur solidaritet. Të qenit grua nuk është e mjaftueshme në 2026 në Shqipëri. Sot dua të flas për atë që kemi përjetuar gjatë vitit fundit. Për sulmet fizike, për dhunën verbale, për linqimin publik dhe për dehumanizimin që është ushqyer ndaj grave dhe vajzave lesbike, biseksuale dhe transgjinore. Jemi bërë shënjes tërë vetëm sepse ekzistojmë dhe sepse guxojmë të flasim. Ky dehumanizim krijon një klimë ku dhuna fizike dhe psikologjike normalizohen dhe justifikohen. Ky realitet nuk ka filluar këtë vit. Për shumë prej nesh, dhuna është një gjendje e përditshme që ndërtohet në çdo hap të jetës. Është frika që të shoqëron kur mendon nëse duhet t'tregosh kush je apo jo. Është angthi kur pyet veten se si do të reagojë familja. Nëse do të të pranojnë apo do të të refuzojnë. Gratë vinë në çdo formë, në çdo trup, çdo histori. Trupa të fortë, trupa të butë. Trupa që kanë lindur, trupa që kanë luftuar. Trupa që mbajnë plagë dhe trupa që mbajnë një jetë. Dhe secili prej tyre është i denjë për respekt, për liri, për dashuri.